Ka raste kur një veprim i vogël në dukje si një pëlqim në rrjetet sociale shndrohet në një mesazh të madh politik dhe moral. Rasti i fundit me konsullin e Kosovës në Frankfurt, Gëzim Gashi, është pikërisht një nga ato momentet që lën shije të hidhur dhe nxisin zemrim e zhgënjim të një pjesë e madhe e qytetarëve. Pëlqimi një postimi që përmban akuza të rënda për vrasjen ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, nuk është thjesht një gabim teknik apo një klikim i pavëmendshëm. Ai prek drejt për drejt plagë ende të hapura të shoqërisë kosovare, cënon parimin e prezumimit të pafajësisë dhe vën në pikpyetje neutralitetin që duhet ta ketë çdo përfaqësues shtetëror, sidomos një diplomat. Kur një konsull që përfaqëson Republikën e Kosovës jashtë vendit shfaq simpati qoftë edhe përmes një pëlqimi ndaj narrativave me akuza kaq të rënda, mesazhi që përcillet është i rrezikshëm. Ai nuk dëmton vetëm figurën e një individi, por dëmton edhe besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore dhe në seriozitetin e diplomacisë kosovare. Arsyetimi se pëlqimi ka ndodhur pa qëllim tingëllon i dobët përballë peshës që ka opozita e një diplomati. Në kohën kur çdo veprim online është publik dhe i lezueshëm politikisht, justifikimet e tilla nuk mjaftojnë për të zbutur reagimin e opinionit. Heshtja moskujdesi apo relativizmi i përgjegjësisë janë po aq problematike sa vetë veprimi. Ky rast nuk duhet të shërbejë si alarm, jo për hakmarrje politike, por për reflektim serioz mbi etikën, përgjegjësinë dhe maturinë që kërkohen nga ata që flasin dhe veprojnë në emër të shtetit. Kosova nuk ka luksin që diplomatët e saj të shndrohen në pjesë të betejave të brendshme politike, apo të diskurseve që thellojnë përçarje shoqërore. Në fund të fundit, nuk është fjala vetëm për një like, por për peshën e fjalës dhe veprimit institucional.